ato pyetje tuaja. Pa humbur kohë, do të i kaloja fjalën profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha për të nisur këtë program të sonshëm, do të thotë për të nisur trajtimin e temës së parë ose përmbajtjes së parë për këtë emision. Faleminderit moderator. Selamun alaikum wa rahmetullah, miqë dhe shok, vëllezër dhe motra të nderuar kudo që jeni. Paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi ju. Mirë se vini në emisionin tonë javor Jeta me Kur'an. Lutë Allahu xhaleshanuhu më na ndihmojë gjithëve dhe më na mundsojë gjithmonë për vepra të mira dhe jemi optimistik që Allahu xhaleshanuhu do të na pranoj këto vepra nga ne. Ju dëshiroj shikim të këndshëm në këto 3 pjesë të misionit, po ashtu edhe durim, se jenë pak tema të ndihshme, po inshallah do t'jenë edhe të vlefshme, Si tregoi moderatori më herët, edhe gjithmonë sipas metodologjisë koranore dhe akademike, duhet të diagnozohet çështja. Çka janë ato, cilat janë ato ajetet koranore të cilat na flasin për sigurinë sociale dhe ekonomike që sot bota po ballafaqohet, edhe ne jemi duke u ballafaquar shumë. Pastaj, sipas Kuranit, cilat janë faktorë destruktiv, shkatrues të sigurisë sociale dhe ekonomike sipas vizionit koranor, dhe është edhe rrugdalja shpëtimi. Të thotë nuk mjafton vetëm me diagnozim, nuk mjafton vetëm me analizim, po tani edhe rruga për shpëtim. Në slajdet apo faqet që vijojnë më vonë, inshallah do të shohim këtë çështje. Sa për rikujtim, kujtoj vetëm dhe u rikujtoj të gjithëve, e sidomos ata të cilët kanë dyshime se sheriati apo Kurani apo vlerat koranore apo dispozitat koranore nuk mund të praktikohen në këtë kohë, për ata të cilët kanë dyshime, po i rikujtojmë ata me këtë ajet koranor ku Allahu xhaleshanuhu në surët Fussilet thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Që në përkthim, na kam përkthyer xhallar tan, ne do të bëjmë atyre. Fjala është për arabt, politeistët, për gatishullit arabik, për jo besimtar, për ateistët, për sekularistët, për gjitha kohërat, ne do të bëjmë atyre të mundshme që të shohin argumentet tona në horizonte, në gjithësi, dhe në veten e tyre personale, deri që të bëhet e qartë, derisa të binden ata se Kurani është i vërtet, ne do të amundsojmë atyre me i pa këto realitete, në gjithësi, në univers, në horizont, po edhe në veten tonë më afër që i kemi, Allahu do të na mundson me na pa realitetin dhe vërtetësinë e Kuranit. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë? Pa dyshim Allah mjafton se ti je dëshmitar, ti je udhëzues për atë çka është më e mirë. Ky ajet koranor duhet të jetë, të thotë, shënjestër dhe mos të harrojmë kurrë se dita ditës të vërtetat dhe realitetet kuranore po zbulohen dhe me qindra e vjetra njerëz intelektual po i përqafojnë këto vlerat kuranore dhe po futen në islam dhe po e shohin realitetin se Kurani është fjala e saktë dhe e vërtet e shpallur nga ana e Allahu xhaleshanuhu.
Sa për rikujtim. Përsëri ky rikujtim ka lidhje të ngushtë me hartën, me sistemet se si funksionon feja islame. Feja islame, shariati islam, apo jeta me Kur'an, funksionon në për këto 7 sisteme që i kemi përmendur në disa ligjëratat dhe të mëhershme. Sistemi bazë për më funksionu jeta me Kur'an duhet të jetë sistemi besimit në zemra, pastaj sistemi moral në sjellje, pastaj sistemi familjar, bërthama shoqërisë, pastaj sistemi social, pastaj sistemi ekonomik, pastaj sistemi politik dhe në fund sistemi vakufeve që në rast se shteti apo qeveria kapitulon, ballafaqohet me probleme ekonomike, financiare, vinë të sistemet e vakufeve të bamirësave dhe nxjerrin do të thotë popullin dhe shtetin nga krizat. Prandaj, mos ta keq kuptojmë fenë islame dhe mos ta sulmojmë Kur'anin dhe fenë se këta disa intelektual do të thotë që po i akuzojnë disa të rinj, ndoshta edhe nuk kanë faj. Jemi objektiv se dhe keq interpretimi edhe keq komentimi ndikon edhe me thonë është shkaku numër 1 në mesazhet e gabuara që i dërgon ai komentues apo interpretues. Kur keq komenton dikush dhe nuk është i njohur me sistemin apo me sistemet e fesë apo të Kur'anit, po shkakton probleme. Mirë, po na i thrasim ata dhe u bëjmë atyre me dije që nëpërmjet këtyre prezantimeve akademike dhe shkencore dhe fetare të bashkohore, kështu funksionon feja, kështu funksionon jeta me Kur'an. Në gjitha këto fushat që i përmendëm. E sonte, na do të fokusohemi te sistemi social dhe ekonomik të këto 2 sistemet. Si mund me qëndro ato sistemet për kohë gatë, po si mundën këto sisteme me funksionu në mënyrë të drejtë dhe pa probleme, por edhe si mundën me marrë këto 2 sistemet, do të thonë në kapitullim apo në shkatrim. Çka janë ata faktorët destruktiv që shkatrojnë funksionimin e këtyre sistemeve. Prandaj të jemi qartë. Jo, këto janë ato sisteme që feja neve, do të thonë Kur'ani neve na ka komentuar dhe na ka shpjeguar, interpretuar detajisht në ajetet e shpallura. I kemi zgjedhur 3 ajeta koranore të sigurisë, rreth sigurisë sociale, po edhe ekonomike, normal që ka edhe ajete tjera më shumë. Këto 3 ajetet e kemi darë në 3 pjesë që të jenë mënyrë të thotë të lidhura ngushtë mes njëri tjetrin dhe në mënyrë që tema apo ligjërata apo emisionet të jenë do thotë të kuptuara dhe të jenë të lehtë, domethënë të lehtë për të praktikuar ato në jetën tonë. Ajetet e zgjedhura i kemi zgjedhur nga surat an-Nahl, pastaj nga surat al-Qasas, pastaj nga surat al-Ankabut. E tani do t'i shohim një nga një këto ajetet që folëm më herët. Në surat an-Nahl, ajeti i parë, domethënë pjesa e parë e misionit ka të bëjë me këto 3 ajete. Ajeti i parë, thotë Allahu xhalla shanu: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Që në përkthim do të thotë, Allahu sjell i shembull neve, po na sjell Allahu xhaleshanu
si shembull, një qytet. Terminologjia qarje, në gjuhën arabe, sot përkret për fshat në kohën moderne. Mirë për kohërat e lashta në kohën e shpalljes, qëllimi ka qenë qytete, apo qytetëze. Prandaj, ne anëm nga ai përkthim, apo nga ai interpretim, që të përkthehet terminologjia qarje, qytet, apo qytez. E Allah sjell shembull një qytet, apo një qytez, i cili ishte i sigurt, sigurin, kemi temë për sigurin, dhe i qetë. Ati qyteti, banorëve të ati qyteti, i vinte ushqimi me shumicë nga çdo anë. Bollok, sa të dënë, pa kriza, pa asnjë problem. Kam pas një jetë shumë të mirë, shumë jetë komode, kur nuk kanë pas kriza dhe probleme. Çka bënën banorët e këtij qyteti? Çka bënën për veprave të këqija? Po qyteti i mohoi dhuntit e Allahu xhaleshanu. I mohoi. Nuk ishin falendërues për këto të mirat që Allahu xhaleshanu u ka dhuruar atyre. Ja na shkaluan me vepra të këqija që do t'i shohim më vonë, po dhe i mohuan dhe haruan krijuesin dhe furnizuesin kryesor, Allahun xhaleshanu. Por qyteti, banorët e qytetit do thotë, i mohoi dhuntit e Allahut. Prandaj Allahu, për shkak të veprimit të tillë, i bëri të shijojnë urinë dhe tmerrin. Për shkak të veprimeve të tilla, të krimeve, të mëkateve, të veprave jo të mira, Allahu atyre u ashijoi, të thot urinë dhe tmerrin, u futi në zemër, po frigën, po nuk ka siguri, po edhe u bën, do thot të uritur, sa që, si do t'i komentoj më vonë, kam qenë në gjendje të rrezikshme, do thot, parapërsisht të vdisin të gjithë. Jenë ushqyer me ushqime, do thot, minimale, që sot ushqehen, do thot, shtazet me ato ushqime. Çka Allahu i varfroi ata, për çka Allahu i dënoi ata, për çka atyre të thot u mori këtë siguri dhe sociale dhe ekonomike, shkaku i veprave të këqija, shkaku i krimeve dhe i mëkateve. Po kalojmë te ajeti tjetër. Tash, disa pyetje akademike, për cilin fshat apo qytet bëhet fjalë, pse u keqësua situata atyre, dhe cilat janë leksionet dhe mësimet të përfituara, do t'i shohim pak më vonë. Mirë, po ky është një interpretim i shkurt, një tefsir i shkurt i këtij ajeti, që më vonë do t'i komentojmë. Ajeti i dytë në Kur'an, në temën për kitazi që e kemi. Thotë Allahu xhaleshanuhu, ajeti i parë ishte në surën An-Nahl 112, e këtë kemi tani në surën Al-Qasas, ajeti 57. Thotë Allahu xhaleshanuhu: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق Allahu al-Azim. Që do të thotë? Ata thanë, fjala është për jo besimtar, për banorët e atij qyteti. Nëse ndjekim këtë rrugë të drejtë, të shpallur mbi Muhamedit alayhis salam, nëse ndjekim këtë Kur'an së bashku me ty, ata thanë, ne më të shpejt dhe më të vërtet do të jemi të dëbuar prej vendit tonë. Domethënë, për i thënë Muhamedit alayhis salam, na, nëse i bashkangjithemi thirrjes tënde, nëse na bëhemi besimtar dhe ndjekim udhëzimet kuranore, na
do të dëbohemi, po, do të na largojnë nga qyteti dhe do të bëhemi azil, dhe do të kërkojmë azil qytete tjera. Po vazhdo me jeti. Allahu xhaleshanu tash atyre po i thot për këtë fjalë. Po a nuk u siguruam ne atyre një vend të shenjtë, e të sigurt, që në atë vend të shenjtë dhe të sigurt, vend i shenjtë dhe i sigurt, sillen frutat e çdo sendi. Sillen frutat lloj-llojshme dhe të gjitha llojet e frutave të çdo lloji, si furnizim nga ana jon, nga ana e Allahu xhaleshanu. Mirë po shumica e tyre për fat të keq nuk e din këtë realitet. Ata do thot, jo besimtar, ju drejtuan Muhamedit alayhis salam, do thot, pyetja është tash, a me punu me Kur'an apo jo? Ata vendosin kur visim jetën tonë me Kur'an apo jo. Po i thojnë atij, nëse na të bashkangjitemi ty, neve do të na dëbojnë, neve do të na largon nga vendi, neve do të na shpallën, do të thot, dash terrorist, terminologji të sotit, dash njerëz të prapambetur, dash njerëz problematik, me gjuhë të intelektualëve sot, po do të bëhen shkaktar. Këta persona që po punojnë me Kur'an, disa intelektual, po flasin, që nëse na punojmë me Kur'an, apo kur visim jetën me Kur'an, po do të bëhem shkaktar këta persona që ne dhe Evropa me na dëbua, mos me na pranua, po as edhe shtetet e mëdha si Amerika e tjera nuk na dojnë. Edhe këto ishin ato akuzat apo arsyet atyre gjeneratave të hershme, po që kanë vdekë, janë shkatruar për mos ndjekjen e rrugës së Kur'anit, për mos përfilljen e jetës së tyre me Kur'an. Duke qenë të qetë, duke qenë të sigurt, duke qenë të furnizuar me çdo të mirat Zotit të Allahu xhaleshanu që u ka dhuruar atyre, po mirë po, nuk deshen. Edhe refuzuan, po të gjithë, apo shumica atyre njerëzve, po në fillim e refuzuan këtë thirrje dhe këtë ftesë të Kur'anit apo të davetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Në fillim ka qenë vitet e para, periudha e parë e davetit, 13 vitet mekase që ka qenë në Mekë, është merr që nuk u merr mendje se çfarë tortura po kanë ushtruar pagandë e Mekës, ata banorët atij qyteti, tash po him do të komente, po banorët atij vendi kanë ushtruar lloj-lloj tortura, lloj-lloj abuzime fizike, vetëm për t'i ndalur ata nga mos besimi. Do të thotë për t'i ndalur ata nga besimi, për t'i ndalur ata nga besimi në fenë e shpallur, do të thotë mbi Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ky është ajeti i dytë. Siguri plot, furnizim, rahati, bereqet, të në të mirat e Allahu xhaleshanu, të në të mirat e Zotit. E tash dyshimet, skepticizmat, nëse na do të t'i përfillim këto, na do t'jesim keq. Na do të futemi në kriza. Po. E Allahu po na rikujton, a nuk u kam çuar ju gjitha këto të mira që i keni? A nuk u kam dëruar ju gjitha këto të mira? A nuk u kam furnizuar ju me gjitha këto të mira që po hani dhe që po pini? Pysh të haroni krijuesin tuaj? Po kalojmë tani në ajetin numër 3. Ajeti numër 3 në flet është nga prej suratul Ankabut, numër 67. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون صدق الله العظيم. Këta banorë të këtij qyteti, temën e kemi rreth sociale dhe ekonomike.
Po, ta banorët thanë, pasi që refuzuan thirrjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam, përsëri Kurani kritikon ata. A nuk e kanë vërejtur ata, a nuk e kanë pa ata banorët e këtij qyteti, banorët e Mekës, po, se ne kemi bërë vendin e shenjtë Mekën të sigurt. Mekja ka qenë, ky qytet ka qenë i dalluar. Ka qenë i dalluar nga gjitha qytetet dhe vendet apo çadrat përreth. Ka pas siguri të plot, po, sa që aty lufta në muajt e shenjtë, nuk është zhvilluar as luftë, as sulm, as asgjë, edhe në periudhën para islame. Gjitha këto gjanat, po, jenë për të përmendura në surët e Taube, faqen e 2, edhe faqen e parë po ashtu. A nuk e kanë vërejtur ata se ne kemi bërë vendin e shenjtë Mekën të sigurt, e njerëzit rreth tyre, rreth Mekës, rreth atyre banorëve, do thotë, plaçkiten, rrëmbehen, mbyten, kidnapohen, nuk kanë siguri. Dërsa Mekë ju keni siguri. E tash Allahu xhaleshanu po thotë, ata a i besojnë të kotës, a besojnë diçka të kotë, e të mirat e Allahut i përbuzin. Shifni çfarë kritike ky ajetit kuranor na jep neve të thotë. Vendet dhe fshatrat përreth, po, nuk kanë siguri, nuk kanë rahati, populli është, do thotë, në rrezik, familjet e tyre janë në rrezik, gjendja e tyre ekonomike, dhe shpirtërore, dhe familjare, po, dhe psiqike është shumë keq, nuk kanë siguri, dërsa Mekën Allahu ka bërë të shenjtë. Çfarë do të thotë të shenjtë? Arabisht i vjen muqaddas, po, Mekketul Mukarrama apo Medinatul Muqaddasa, po, është do të diçka do thotë që gëzon autoritet dhe gëzim, do të thotë, dhe pesh dhe nder në zemrat e njerëzve dhe kokat e tyre. Është e vlefshme dhe e ngritur te Allahu xhaleshanu. Po, ndërsa qytetet e vendet përreth, aty nuk ka siguri. Aty po kidnapohen, aty do thotë po mbyten, aty do thotë po sulmohen. E këto 3 ajete rreth sigurisë, po, çka i lexuam, po, në surët e Nahl, në surët e Qasas, në surët e Ankebut, na flasin qartazi dhe na bëjnë me dije që Kurani është libër i shpallur nga Allahu xhaleshanu, e dispozitat e saj që do të shohim më vonë, hynore, është hartë për njerëzin nga Allahu xhaleshanu, po, dhe të gjithë njerëzia duhet ta ndjekin këtë Kur'an. Se përndryshe, këto shembuj që ai përmendëm tani, furnizimi, jeta e mirë, gjendja e mirë ekonomike, financiare, edhe këto gjanat jenë në dorë të Allahu xhaleshanu. Gjithësia, bereqetet, frutet, pemt, perimet, toka, ujë, të gjithë jenë nga Allahu xhaleshanu. E nuk bën që populli me i refuzua dhe me i harrua këto të mirat, se përndryshe teknologjia dhe shtetet e mëdha nuk janë gjendje me na ofrua në rast të mund. Allahu e shter ujin prej tokës, e shter, e ndal. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu na dhim, me hum këtë gaz brendit e tokës dhe me i kput të damarë të naftës. A ka të kush që i mundet me nxjerr pastaj? E prandaj, kini kujdes, dhe t'jeni falendërues se dhe bunarët e naftës, prej krimeve, prej gjunahave, prej mëkateve, edhe ata shterën. Dhe si ju ka ngritë Allahu xhaleshanu, ju ka furnizuar dhe ju ka dhënë gjithat mirat, bini poshtë në fund të pusit. Bini në zero me gjendje ekonomike dhe bëheni për zeqat, dhe bëheni për ndihmë. Dhe historia këtë dëshmon. Vallaj, bilaj, këtë dëshmon historia. Para 100 viteve, sakta, historianët flasin të gatishullit arabik, sidomos së shtetit e Gjirit, Gulf countries, Dol el Khalij, po,
para 100 viteve, po Somalia, merrni me mend, e ka pru zeqatin dhe bereqetin tyre popujve këto. Kanë qenë popujt më të varfër, bre. Kanë qenë askush i s'kanë qenë, vetëm feja islami i ka bo këta njerëz. Vetëm dini islam këta i ka shpëtu, bre. Vetëm Allahu xhaleshanu me këtë fe i ka ngrit lart, i ka ngrit. Para 100 viteve Somalia, që sot është vendi më i varfër, kanë dietar zeqatin prej ateshit, tregtarët dhe bamirësat dhe kanë shkep këtyre vendeve këtu. Prandaj, ky mesazh, këta jetet kuranore, edhe pse kanë zbrit para 1440 viteve, 1440 viteve, po dhe ai qytet është qyteti Mekës sipas mendimit grupit më të madh të komentatorëve të Kuranit, po jenë të mendimit që ai qytet apo banorët e atij qytetit jenë banorët e Mekës. Po, që kanë qenë të furnizuar ka fatësi, pa shi, pa bereqet dhe kanë pas blokat, po tregtare, embargo, na sot çka po flasim, saqë do thot këto krimet i kanë bo paganët e Mekës, koreshtë e Mekës, kundër muslimanëve. As shitje, as blerje, as martesa, as vizita, blokat totale, 7 vite, sa që musliman kanë hongër do të gjese, jenë ushqyer me gjese, me ushqime tjeshta, sa që nuk u merr mendja niveli uris, ku ka ardhur uria. E prandaj, Allahu xhaleshanu për zullumin që e kanë bën ndaj Muhamedit alayhis salam. Po, ata edhe ata janë sprovua me këtë fukarallëk. Edhe ata jo besimtarë janë sprovua me këtë fukarallëk. Do thot krimet e mëdha që i kanë bën, mëkatet e mëdha që i kanë bën, sjelljet jo humane ndaj muslimanëve, ndaj besimtarëve, Allahu xhaleshanu po o ka shiju atyre dhe o ka vesh, Kurani thot se edhaqah Allah, o ka shiju atyre libas e gjur, petkun e uris. A ki pani a njeri kur është i varfër, po kur është i uritur, qysh diktohet në teshat e tia, pamin e ti, po në fizionomin e ti, është gjende të rande ekonomike. Allah o ka shiju atyre, po këtë petkun e uris. Edhe frikën, pastaj edhe kanë fillu sulmet prej fiseve tjera, prej shtrave tjera, i kanë sulmu ata, po se i kanë harruar të mirat e Allahu xhaleshanu. Po këto mësime, çka tham, leksionet e përfituara nga këto 3 ajete koranore, jo vetëm për qytetin e Mekës. Mësimi numër 1 dhe kryesor, mësimi leksioni do thotë më kryesor që është, to vlen edhe pesat. Për çdo shtet, për çdo qytet, për çdo fshat, për çdo person dhe individ. Me falënderim ndaj Allahu xhaleshanu, të mirat vazhdojnë, me besim ndaj Madhit Zot, të mirat shpirtërore, po sociale, familjare, shtetërore vazhdojnë, me bamirësi dhe me moral të mirë, dhe me parimet e shëndosha, dhe me jetë ashtu si e parashef Kurani, këto të mirat, siguria sociale dhe ekonomika vazhdojnë. Në ato momente, kur shkelen këto parimet hynore, këto parimet morale, kur anashkalohen, kur shkilen, nuk zbatohen, po atëherë Allahu xhaleshanu la largon sigurinë sociale, i fut ata në krizë ekonomike dhe shpirtore, po edhe në krizë ekonomike, dhe kështu pastaj vjen edhe te shkatrimi i shteteve popujve, deri te do thotë ngritja, do thotë ndezja e luftrave apo të puqeve e problemeve e tjera. Lusim Allahun xhaleshanu që na ruaj nga dënimi i tij, e lusim Allahun xhaleshanu me na bot gjithë falendrues dhe mirënjohës për të mira që na i ka dhënë, dhe vetëm se me shqyqër le in shakartum le azidannakum. Nëse e falenderoj Allahun, unë juve do vazhdoj
dhe do t'u garantoj të mirat e ua kam dhënë. Me këto vim në fund, me këto fjalë vim në fund të pjesës së parë të këtij misioni. Një pauzë e shkurtër, shikues të nderuar, dhe shifemi pastaj në pjesën e dytë për të njoftuar me faktorët destruktiv të sigurisë sociale dhe ekonomike. Ju falenderit dhe një pauzë të shkurtër. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Aleikum selam, faleminderit shumë doktor. Dhe po, të nderuar dëgjues, do të bëjmë një pauzë të shkurtër me një ilahi të përzgjedhur nga studio për të rikthyer në pjesën e dytë të programit. Rini në valët e radios Dituria Islame dhe na dëgjoni për pak çaste do të rikthehemi në pjesën e dytë. Shpejt kalon kjo jetë e shkret, do fjalë të mira